Gjykata kushtetuese ka refuzuar ankimimin e ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqa, i cili kërkoi lirimin nga masa e sigurisë arrest me burg dhe shpalljen si antikushtetues të vendimit që e izoloi. Kushtetuesja ka vendosur të mos pranojë pretendimet e Beqait, duke lënë në fuqi masën e arrestit. Beqai kishte kërkuar gjithashtu që çështja të rigjykohej nga gjykata e posaçme shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, duke pretenduar shkelje të drejtave të tij kushtetuese gjatë procesit, por kërkesa është rrëzuar pa mëshirë nga instanca më e lartë ligjore në vend. Ky vendim është një kampan alarmi për gjithë të korruptuarit e tjerë që janë në akuzë për fshirë Ilir Metën, Sali Berishën e të tjerë. Padyshim, proceset janë individuale, por me rastin e Beqes, kushtetuesja dëshmon se me gjas, kështu do të veprohet edhe për figurat e tjera. Ndërkohë SPAK ka përfunduar hetimet për dosjen e SAS SPAK dhe e ka çuar çështjen për gjykim. Bashkë me Ilir Beqaj në bankën e të pandeurve, të tulen edhe 5 persona të tjerë, ndërta emra të njohur si Ermal Kurtulaj, Bledar Leka, Gazment Haxhia dhe Mira Topçiu. SPAK ka ngritur 5 akuza të rënda ndaj Beqajt: korrupsion pasiv i zyrtarëve të lartë, mashtrime pasoja të rënda, falsifikim dokumentesh, shkelje barazisë në tendera, mosdeklarim dhe fshehje pasurie. Për akuzën e korrupsionit pasiv, vetëm kjo e vetme parashikon një dënim nga 4 deri në 12 vite burg. Në të njëjtat akuza përfshihet edhe Ermal Kurtulaj, ish koordinatori i projektit EUSER, një projekt i financuar nga fondet e Bashkimit Evropian. Sipas SPAK, ai ka qenë bashkëpunëtor i ngushtë i Beqajt në prokurime fiktive dhe skema mashtruese për përvetësim fondesh publike. Sipas hetimeve, Beqaj dhe Kurtula kanë qenë më parë urtak në një kompani private dhe lidhjet e tyre janë përdorur për të komanduar tender fiktiv, kontrata që nuk zbatoheshin në realitet, ndërsa pagesat kryeshin. Prokuroria ka evidentuar disa raste ku shoqëritë të kontraktuara nuk kanë ofruar asnjë shërbim, por kanë simuluar procedura për të ndarë përfitimet me Beqajn dhe bashkëpunëtorët e tij. Në dosje përmenden konkretisht përfitimet të dyshuara financiare, ku Beqaj ka përfituar në mënyrë të palishme përmes kontratave me kompani private, si dhe përmes pronave të fshehura. 50% e kuotave të restorantit Gzona, Albanian Food and Hospitality Lab, një apartament në Vlorë, një automjet të paregjistruar në deklaratat e pasurisë. SPAK ka vendosur sekuestro preventive mbi këto prona, si dhe mbi 3 llogari bankare me rreth 200.000 euro gjësej, 19.4% aksioneve në Gzona, 3 automjete të tjera në pronësi të pandeurve. Përveç Beqajt dhe Kurtulajt, në hetim dhe të çuar për gjykim janë edhe Marinela Jazoj, Alfred Nikola, Gazment Haxhia, Elton Marini, Biona Ziaj, Bledar Leka dhe Mira Topçiu, 2 kompani private, Landways International dhe Nine Service Int, SHPK, gjithashtu përballen me akuza për mashtrim, falsifikim dhe korrupsion aktiv.